Edhe në komunën e Gjakovës, gjysmëvjetori 2 ka nisur sot. Viti shkollor 2013-2014 do të vazhdojë me gjysmëvjetorin e 2, i cili në të gjitha shkollat e komunës ka nisur pa pengesa. Kështu tha shefi i arsimit në komunë. I kom kontaktu gjithë drejtarët e shkollave fillore, shkollave të mesme, në të gjitha shkollat, në të gjitha nivelet, në 5, 6, 9, shkollat e mesme të larta, ka fillu mësimi rregullisht pa probleme. Kështu që shfrytëzoj rastin, nxënësve, mësimdhënësve, drejtarët e shkollës, stafit të shkollës, i uroj këtë gjysmëvjetar sparje shëndet, suksese në këtë vit shkollor. Në interesimin ton sa janë të ngrohta ambientet ku zhvillohet mësimi, Cena tha se janë marrë masat me kohë. Gjithçka në rregull, muj me cek 2-3 shkolla që kanë pas vështirësi, mirë po kemi bërë zgjedhje për momentin ku presim se shpejti të zgjidhet ky problem definitiv. Por ndryshe edhe në shkollat fillore, edhe në ato të mesme, infrastruktura është e mirë dhe nuk ka arsye për ngecje, shtoi Cena.